A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allahun xhalla shanu falendrem, salavatet, selamet, përshëndetjet tona drejt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Xhamat e pranishëm, namazi I fundit I njeriut, cila është para sabahut që duhet me fal. Cili namaz duhet me fal? Të jetë I fundit për qatë natë, para se të vjen koha e sabahit. Vitër, ja po. E fjala vitër, çka do me thonë? Tek. E çifti çka I si I thonë? Shefia. Në thonë arabisht, el vitër tek. Ka në hadithe, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu është tek e do të kun. Allahu është tek e do të kun. E qift shefi. Për e fjales, në thonë, e shefa, pse ka në ditën e kiametit shefa, që e lexoj hoxha e nes, ajetin e parë, në reqatin e parë. Cënën sura e kënoj, afose nesi, a e majtat ment, apo a hen, a ketë me ju, ajetil kursi. E cili është ajeti parë? Ja الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Në thonë, oju njerës, oju musliman, jepni sadaka, jepni para se të vjen një ditë, që në ditë s'keni me pas shefat. Se nuk e shefat, do më thonë, është njeriu me pas shokun e vetë ditën e kiametit. Kjo është me konë qift. Se tek I thënë vitër, shefi 2. E njeriu ku do me bo shefat ditën e kiametit duhet kërkon që ta keti shokun e vet, të bëhen 2 veta. Për këtë çka është fjala shefat, në thonë ndërmjetësim, që atë që se kije me konë bashkë me ti me u bo qift. Se ti tek ki me shku në xhenet, ai tjetër ka me shku në xhenem, e ti tash don me konë me ty me u bo qift për këtë shkak I thënë shefat, në më thonë me bo ndërmjetësim ditën e kiametit. E tash, ta ajetil kursi është një ajet, në të një pjesë ajetit, ku thot Allahu Gjellëshanu, men dhe ledhi, jeshfau indahu illa bi idhni. Kush ka mundësi me ndërmjetësu ditën e kiametit për pas Allahu Gjellëshanu, për pas me lejen e Allahut. Nuk ka mundësi ditën e kiametit me ndërmjetësu, me marrë dikan me vete te, në xhenet, për pas me lejen e Allahu Gjellëshanu. Do të ndalem të shefati pejgamberit alayhi salatu wassalam, ditën e kiametit. Ka me qenë një shefat, një ndërmjetësim I pejgamberit ton, ditën e kiametit, I thënë shefatul udhma, shefati më I madh që do të jetë ditën e kiametit, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam do të kërkon nga Allahu me fillu procesin e pyetjeve, apo me marrë njerëzit në pyetje. Njerëzimi për të Ademi a.s. deri te njeriu I fundit, a ditë do të jetë një ditë mahsherit, apo ditën që do të Allahu Gjellëshanu fa idhahum bis sahira. A ditë njerëzit kanë me shku me një tokë, e cila ka me pasur me sahira. Allahu do ta krijon një tokë special për ditë mahsheri. Jo tokat e tonë, thua që është toka e Shamit, po jo, ulemat kanë thonë që nuk do t'jetë toka e tokës tonë, po një tokë special 3, tokë e bardhë, këtë njerëzit që do të dalin nga Ademi a.s. deri te njeriu I fundit, do të dalin te kjo sahire, te kjo tokë e cila, thotë Allahu fe idhahum bis sahire, atje në sahire, në tokë, do të shkojnë njerëzimi, edhe do të presin gjykimin e Allahu Gjellëshanu. Sa do të presin? 50.000 vjetë. Thot pejgamberi sa, ditën e kiametit njerëzit do të presin për me gjyku Zoti 50.000 vjetë. Për muslimanin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, do të jetë shumë e shkurt, saqë është ajo koha mes drekës dhe ikindis. E 50.000 vjetë njerëzit të cilët kanë bërë mëkate, gjunahe. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dile do të jetë 1 mile. Djersët e njerëzive do të shkojnë pal. Dikan kanë me mlu deri te zogu I kombe, dikan deri te gjunjt,
e dikan deri në brez, e dikan deri në fet e kështu me radhë. Varet prej sikletit që do ta ketë as shumë, sa ma shumë siklet, sa ma shumë gajle, sa ma shumë gjunahe, as ma shumë djerësit e ti do t'i dalin nga trupi ti. E keni po dikush ku zbohet rahat me një vend, çka bon njërsitet? A kur është dikush rahat, nuk njërsitet, se ka ama kur ka një telashe, një problem, diçka me ndodh, pak nxehtësia, në thonë, djerësit i dalin palpa. E kështu, ditën e Kiametit, 50.000 vjet njerëzit do të presin gjykimin e Allahut, edhe do t'ju vjen mërzi, apo do të lodhen nga ajo qëndrimi në Kiam, që do t'jesin, andaj do të shkojnë njerëzimi krejt të Ademi a.s. Do t'i kërkojnë Ademit a.s. Do t'i thonë se ty Allah t'ka kriju me durët e tuja, ti e njeri i parë, kërkon nga Allahu ndërmjetësim. Ademi a.s. do t'ju thotë njerëzimit, unë nuk kam drejt me lip nga Zoti me ndërmjetësu, sepse unë kam bon një mëkat. Çfarë mëkati ka bërë Ademi a.s.? Në xhennet që e ka hangër një pemë, mollën, thuhet një mollë, apo një pemë, nuk është më rëndësi, po ka hangër një diçka, një pemë, shejtani vjen, fewaswese lahuma shejtan, i vjen shejtani dhe ju bën vezvese, edhe nga ajo pemë, mas ja hajnë, Allahu xhelleshanuhu i zhvesh edhe i nxjerr nga xheneti. Edhe i thot, unë e kam galën time. Po thot, shkoni te Nuhi a.s. Kur shkon te Nuhi a.s., njerëzimi krejt, edhe i lipin Nuhit a.s. ndërmjetësim, edhe Nuhi thot, edhe unë e kam bën një mëkat. Çfarë mëkati ka bën Nuhi a.s.? Çdo popull e ka një lutje për Allahut të pranuar. Nuhi a.s. me ban një lutje për me shkatru popullin e vet. Ju e dini, shkatrimi i popullit Nuhit është me poplavën, me vërshima. E këtë e ka shfrytzu Nuhi a.s. për popullin e vet për shkak se 950 vjet i ka thirrë njerëzit, 18 veta, 22 apo 40 e kanë pranuar. Edhe mos shënëm të ne u kam mërzit, edhe e lutë Allahun që me shkatru, Allahu xhelleshan shkatron popullin Nuhit. Edhe thot, une kam bon një mëkat, po tash thot, mleni rahat se thot, une du të mu marrë me vetën time. Po çka thot, shkojnë te Ibrahimi a.s. Shkojnë te Ibrahimi a.s. edhe Ibrahimi thot, edhe une kam bon mëkat ndaj Zotit, po më vjen turp, Allahu ka hidhru, sot një hidhrim e ka ndaj meje, që s'ka pas hidhrim më të madhe se këtë hidhrimin që ja kam ndaj meje. Për shkak se edhe une i kam bërë disa vepra që i quhen ata gënjeshtra, apo me thonë që i kam folë diçka, kam bërë diçka që janë gënjeshtra. Në realitet e ka bërë për të mirën e popullit vetë. E çfarë gënjeshtra që ne mendojmë që janë të syrën janë gënjeshtra, pa e ka bërë për shkak popullit vetë, për t'i besu, apo për t'i bindë ata që t'i besojnë Allahut. E para është, ju e dini se kur i thënë zotrat ato statujat Ibrahimi a.s. e merrat tokmakën atë që kiqin e madh, ku e le? Te ai statuja më e madh. Kur vinë njerëzit, kur i shohin ato statuja tjera, kush i ka thi? Çka thot Ibrahimi a.s. Is'alu kabirahum. Pyetni këtë madhin. Në fakt ki ka thi, po thot pyetni këtë, në thonë në këtë rast gënjen. E dyta, kur thonë, ajde Ibrahim e neve me shku me festu, thot jo, thot se unë jam i smut. Në atë aspektin se s'ka qenë i smut, po thot jam i smut që ato atë shkojnë edhe Ibrahim e alisëm t'i thënë statujet. E treta, kur kretori i Egjiptit e merë Ibrahim e alisëm për me pytë se çka e ka Sarën, thot ajo është motra ime. Ti kishte thonë që është gruaja ime, domethënë e kishte ndarë nga Sarën, edhe për këtë shkak i thot motra ime, edhe në këtë rast ngënje. E thot ta di çka, thot shkoni te Musa alayhis salam. Edhe mileti njerëzimi shkojnë te Musa. Kur shkojnë te Musa alayhis salam, edhe Musa njëtin fjalë. E Musa thot, edhe unë kam bën një mëkat. E çfarë mëkati ka bën Musa? E din të kush? E ka mit njëri. Çuçi ka mit njërin? Kur janë përla një nga xhamati Musës edhe një nga xhamati Firaunit, shkon me i da, edhe duke i da e shtin këtë pak, si thënë të ne pak ma hazli, ma me forcë, edhe bje ki xhamati Firaunit edhe vdes. Edhe Allahu xhelleshanu thot çka bone,
e fetaba alej, në të minje kërkon falje. E thot, edhe unë e kam bën një mëkat, thot, po çka, thot shkoni te Isa alayhiselam. Edhe Isa thot një të fjalë që edhe unë e kam bën një mëkat, po Isa në këtë rast në hadith nuk tregon çfarë mëkati ka bën. Do thonë nuk tregon çfarë mëkati ka bën, po thot shkojni te Muhamedi alayhi salatu wasalam. E pejgamberi alayhi salatu wasalam shkon te Allah, i bën sejdë. Kur i bën sejdë Allahut, Allahu xhaleshan thot irfa tushfa. Çoe kokën dhe kërkon ndërmjetësim pse kjo. Edhe atëherë janë nis pejgamberi sa me kërku që Allahu xhaleshan me fillu procesin e gjykimit. Me gjyku njerëzit njën nga një. Kjo është shefati më i madh që do të jetë ditën e Kiametit për, do të thonë që nder për ne, është e kemi pejgamberin alayhi salatu wasallam, i cili do të ndërmjetëson për këtë ummeteve. E dyta, shefati i pejgamberit alayhi salatu wasallam do të ndërmjetëson për ummetin e vet ditën e Kiametit. Thot pejgamberi sa uridat yaumul qiyamah, thot mos shfaq ditën e Kiametit njerëzimi. Thot pash pejgamber me shumë pak veta, pash disa pejgamber me 5-6 veta, pash pejgamber me 2-3 veta, pash pejgamber me 1, pash pejgamber me asnjë. E pash një tuf atje, një kallaballok, mendova që është ummeti im. I tham me laçë kush janë ata? Mos është ummeti im, thot jo. Thot kthej kokën në horizont, e ktheva kokën në horizont, një kallaballok, një tuf e madhe, tha çato janë ummeti jot. E thot çato dhe hinë xhennet me shefatin tanë 70.000 veta pa llogari. 70.000 veta. Do të hinë xhennet pa i pyet Allahu xhaleshana, pa i marrë sual. Po thot ata kanë një çfarë veçurie. Çfarë veçurie do të kenë ata 70.000 veta, të cilët do të hinë xhennet pa llogari? E para, hajde. Nuk kërkojnë me ju bën rukje, kur ata janë smut. Nuk kërkojnë dikush me ardhmë i thonë, hezbes jam i smut, banëm rukje. E dyta, nuk kërkojnë shërim me djegime, ka autorizëm, si i thonë, a di përpara që i kanë djeg ato varrat, me ato hekrat e kanë në zjarme dhe i kanë djeg, thot nuk kërkojnë ata me o djeg, me bo shërim prej me djegme. Edhe e treta, nuk besojnë në ogur. E çfarë do të thonë kjo besim në ogur? Përpara e keni po besim në maca. Valla kalojnë një macë e zezë, e kuqe, dëmdodhe mu diçka. Në thonë, e kanë lidhë besimin apo caktimin me gjanat të dynjas. Nuk kanë besu në caktimin e Allahut, po jo valla kalojnë një qenizi, kalojnë një macë e zezë, valla i pash do zosh u sill qenë, po mduket ka me pas një fat, e kete kanë pas muslimant apo disa njerëz më herët në kohën e pejgamberit alayhis salam që e kanë po ka kanë fluturuar ato zosh, kanë thonë nëse fluturojnë zosh kanë e djathtë, thotë ka mendohet diçka e mirë, nëse fluturojnë kanë e majt, ka mendohet diçka e keqe. E këto besime, thonë këto 70.000 veta kanë me, do të thonë këtë besim nuk e kanë, po e kanë tevekulin, mbështetjen në Allahun xhaleshanu. E çohet një sahabi thotë ja Rasulullah, po luteva Allahun me kon njën nga ato 70.000. Thot ti ke me kon njën nga ato 70.000. Ai tjetri thot ja Rasulullah, po luteva Allahun edhe unë, thot ta zu vendin nuk kashe. Thot s'ka, tash ti dush me punu edhe për me e fitua 70.000 veta. E pejgamberi sa kur vjen ditën deri te dera e xhenetit, nuk ka mundësi me hi dikush pa lejen e pejgamberit asam. Fillimisht vjen pejgamberi, nuk çelë dera e xhenetit vetëm me ndërmjetësimin e pejgamberit alsa. Do të shkon pejgamberi alsa te dera e xhenetit, edhe do t'i troket, edhe do thot me laça men an, kush je ti? Do thonë unë jam Muhamedi. Thot umirtu, më ka urdhëruar Allahu që mos t'i hap derën e xhenetit përpos teje dhe ummetit tanë. Të parë që do t'hinë xhenet është Muhamedi alayhis salam dhe ummeti ti që jemi ne ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe mas shumë ti pejgamberi alayhi salatu wassalam që do të bën shefat thot për ata njerëz të cilët kanë bërë gjuna të mëdha. Por me një kusht, ata të cilët nuk i kanë bërë shok ortak Allahut në adhurim. Mas shumë ti, thot ka me hadith është muslim, mas shumë ti që ka me nxjerr, ka me bërë shefat për gjunahçarët, të cilët kanë me hinë xhehenem, me për shkak mëkateve të mëdha, thot ata do t'i nxjerrë one
edhe nëse kanë iman, besim, sa grince e atomit. Kështu Allahu xhaleshan do të thotë pejgamberit, shko nxjerrja ata, do të nxjerrë, shko përzditi, edhe çka e kanë sa një kokë gruni, iman, pastaj sa një grince atomit, derisa do të vjen pejgamberi asem do të thotë ja Rasulullah, ja o Allah, o Zot, s'ka mo, këti kam nxjerr. Atëra Allahu xhaleshan thotë kada se tash shefati jem, thotë banën shefat pejgambert, banën shefat me laçet, banën shefat musliman, sa dhe muslimani ka me bo shefat për njëri tjetrin. Njeriu ku do të shkon në xhenet, ku do ta kese shokun e vet, s'ka me pas shokun e vet në xhenet, ka me thonë Allah, o Allah, po filanin be ku e kam. Ishim me mund bashk namaz, në teravi, agjërojshmin, bëshmi iftar bashk, ku është? Thotë Allah, shikoni në xhenet. Po tu Allah, po nuk është be në xhenet. Thotë po shikoni në xhenet. Atëherë ky xhenetlia, thotë o Allah, nuk ka me hinë xhenet pa e marrë shokin tem. Shoku i mirë. Në dunjë, shoku i mirë edhe në ahiret. Për këtë çka thotë Imam Shafiu, bëjni shok të mirë. Shikoni kanë e ki shok në dunjë, sepse shoku i mirë do të ndihmon edhe në dunjë, edhe do të ndërmjetëson ditën e Kiametit. Edhe shefati i tretë e pejgamberit alsam do të jetë për gjunaqtarët, të cilët do të jenë përgjithmonë në xhenem, përpas njënit do të ndërmjetëson. Për kanë? Për migjën e vet, Ebu Talibin. Do të ndërmjetëson pejgamberi alsam, thotë sepse migja e thotë nuk i ka besu Allah, se dini se migjave të Ebu Talibi e kanë ndihmu pejgamberin shumë për me prap islamin, po kur shkon në fund, i thot, o migjaim, o xhaxhaim, thot, thuj shahadetin, la ilaha illallah, që unë të kem argument para Allahut me të ndërmjetësu. Po vinë ata Ebu Leheba, ato migjallat tjerë, thot, apo e leb fene baballarëve tonë, apo i beson këti, edhe vdes jo musliman, edhe i thot me një hadith, thot, migja em ka me pas dënimin më të lehtë, do të ndërmjetësoj që të Allah që ta ketë dënimin më të lehtë. Migja em, dënimi më të lehtë që ka me pas në xhenem është migja pejgamberit asam, nallat e tij këpus ka me pas nga zjarri, nga nxehtësia trunt do t'i vlojnë. E kush do ta meriton shefatin e pejgamberit asam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që thot la ilaha illallah, ai që thot ekthëru, në tonë, mas shumë të që kanë me meritu shefatin tem, ata që kanë thonë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dunjo. E dyta, kush thot 10 herë salavat gjatë ditës, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Muhammed, kush qënë salavat 10 herë do të nga mirësem, ata do të meritun shefatin tem, edhe treta, kush e din, e ka një libër. Dojnë e zonë. Snita këtu erdhë lajmi pak ma shpet, doaja, kush ta atje? Doaja pas sezonit, hajde po shkëm, doaja pas sezonit, thot për nga mirësem, kush e thot doan pas sezonit, e meriton shefatin tem ditën e Kiametit. E kush nuk e meriton shefatin e për nga mirët mushrikët, edhe thot me një hadith, ata që mallkojnë shumë dënjo. Ata që mallkojnë dënjo shumë, ata nuk e meritojnë shefatin. Ata që vdesin si jo musliman, vdesin kufër, e vdesin si me mos besim, edhe ata nuk do ta meritojnë shefatin e pejgamberit alayhi salatu wasallam ditën e Kiametit. E çka agjërim, e çka Kur'an, çka ne sot e ndëgjojmë, edhe veprat e tona do ndërmjetësojnë. Thot pejgamberi sa as-siyamu wal Qur'anu yashfiani li sahibi yawm al-qiyamah. Edhe Kur'ani, edhe agjërimi do të ndërmjetëson ditën e Kiametit. Kjo është ndërmjetësim para se me shku në xhenem. Kur te ke me marr rrugën për me shku në xhenem, vinë veprat e tuaja, edhe kanë me thonë ku shkon. I thënë Allahut, po ki filani, po e ka meritu xhenemin. Po ky ka lexu Kur'an, kanë dëgju Kur'an. Ky e ka pas agjërim gjatë ditës, ka agjëru, është abstenu nga ushimin, nga këtë punë në tonë që te e ke urdhnu, e thot, une po du me bo shefat për këtë njëri. Lusëm Allahun Gjellëshan që Allahu të na mundëson shefatin e pejgamberit alayhi salatu wasallam ditën e Kiametit. Kjo ke pika shkurta, më vënë Allah pak e zgata, po ta shkjo tema ishte pak e gata, po deshta më e lidh me ata jetin që ka
ku e cekë edhe Hafazanesi se nuk ka mundësi me ndërmjetësu dikush ditën e Kiametit përpos me lehen Allahu xhalla shanu wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin.